Bashkimi Evropian do të vazhdojë të jetë palë ndërmjetësuese e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, për aq kohë sa dhe do të zgjasë ky dialog. Ky i fundit vazhdon të kritikohet nga opozita e disa analistë në vend, pasi që sipas tyre, marrëveshjet e arritura në mes të dyja vendeve nuk po zbatohen. Ministra për dialog Edita Tahiri ka thënë për Tribuna Channel se roli i Bashkimit Evropian si ndërmjetësuese e dialogut mes të dyja shteteve ka dalur si obligim nga rezoluta OKB-s e vitit 2010. Mendoj se ata do ta vazhdojnë këtë rol sepse Bashkimi Evropian është i interesuar që të përfshijë vendet e Ballkanit Perëndimor në familjen e saj, përkundër sfidave të kohës dhe dialogu ndërfqinësor dhe zbatimi i marrëveshjeve janë vënë si kushte për të dyja shtetet. Të njëjtën gjë e thot edhe profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Afrim Hoti. Sipas tij, kjo për faktin se që të dyja vendet kanë ambicie dhe objektiv antarësimi në Bashkimin Evropian. Pra shko sa këto dy vende synojnë të jenë pjesë e BE-s, ka logjik ose logjika thotë se BE-ja duhet të facilitojë këtë dialog, sepse përmes prezencës tyre do të bëjë e qartë palëve se nuk ka BE për asnjërin dhe as palën tjetër, pra shko sa nuk i respektojnë dhe nuk i zbatojnë këto marrëveshje. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocijancic ko më parë ka deklaruar se ekziston vetëm një dialog dhe një përfaqësuese e lartë e cila është sponzoruese e këtij dialogu.